cili tamam në sallën e madhe të këtij pallati kongresesh nxirrte thirrjet e fundit për luftë me tërë planetin, teksa era e papërmbajtshme e ndryshimit që frynte e përplasej mbi kongresmenët e kthente vajtimin e egër dhe dëshpërimit të tyre në një fishkëllim, sa qjerse, aq edhe qesharake, kur nga foltoria shpallej dorëzimi përpara realitetit. I gjendur aty, mes fytyrave verdacuke të udhëheqësve, gjemi mbytur nga ardhja e Qametit dhe sekretarëve lëkurreshkur nga dielli i ara fabrika kantiereve, qorri, siç e quanin shokët dhe e quanin mes nesh, më duket gjithgjë si protagonist dhe si peng, njëkohësisht. Fytyra e dy kumtimt e kuadrit të ri të partisë, që punonte në Institutin e Marksizëm-Leninizmit dhe e profesorit Garip të ekonomikut, që tregonte barsaleta tallse për regjimin duke pirë raki dhe që luante Beatlesat dhe Rolling Stonesat me kitarën e tij. Nuk e kam dyshuar asnjëherë që pikërisht profili i tij jo skematik i dha Fatos Nanos me hirin e pahirit, skeptrit e të majtës porsalindur pas varrimit të Partisë Punës. Por besoj se vetë uljegritjet e forta të rrugtimit të tij politik, përtej forcës përcaktuese të ngjarjeve, deri dhe të rënda fare ishin pasqyrë e pikërisht një dyzimi të thellë mes protagonistit të madh dhe pengut një detyre, prej të cilës ai tentonte të arratisej sa herë që t'i jepej mundësia. Por ama që pikërisht ai dyzim, pjellë e natyrës tij jo dogmatike dhe as pak sistematike, i kombinuar me burgosjen absurde, e cila ekspozoi të gjithë dogmatizmin primitiv të pekmarsve, jo vetëm të Fatosit, por të vetë Lëvizjes Demokratike, që u bë fati i Partisë Socialiste dhe e bekoi Fatos Nanon si lider të pa konkurrueshëm të socialistëve, duke i dhënë Partisë Socialiste një frymarrje të re dhe një perspektivë reale për të kthyer në forcë dominante e politikës shqiptare. Pas sakrificën e tij të imponuar, socialistët do të kishin pasur një fat më pak bujar, por dhe vetë Fatosi i pat sakrificë të imponuar mbase nuk do të ishte bërë një lider aq gjatë në një kohë trazirash e ngatresash jashtë e brenda partisë, ku lidershipi i tij ishte shumë më tepër frym se sa prezencë, shumë më tepër hapësirë se sa kohë, shumë më tepër improvizim se sa programim, e ku natyra e tij lidershipi së bashku me rikthimet e bujshme të kryetarit pas arratisjeve të tij për bërë një material historik dhe sociopolitik me një vlerë të jashtëzakonshme. Për këdo që një ditë do të marrë përsipër ta zbërthejë vërtetësisht dhe jo ta mbërthejë hipokrizisht rolin vendimtar të Fatos Nanos, jo vetëm mbi atë që ishte në drejtimin e tij, po dhe për atë që u bë më pas Partia Socialiste. Në selinë e partisë që ai udhëhoqi, qëndron një foto, tani më e mirë njohur e tij, e cila për mua mbetet pamja më domethënëse e Fatos Nanos fill pas daljes nga burgu. Mbefason gjithnjë, ndryshimi i hatashëm mes atij Fatosi dhe Fatosit prangosur para gjykatësve që e burgosën. Fatosi i gjyqit është presori i ekonomikut, që mbahet fort për sytë e popullit para burgosjes, pengi dyfisht i asaj dite kur i hodhën në kurriz barrën e madhe, që mbase nuk e deshi asnjëherë me gjithë shpirt, dhe i persekutorit tij xahil, që e deshi me patjetër në burg. Ndërsa Fatosi tjetër, ai Selis, i sapo dali nga burgu, me dorën e majt që tregon përpara dhe syt që shkëlqejnë plot xixa, është një kafshë e rrallë politike, që përtej të gjithave dhe pavarësisht të tërave, kanë radhën më të parë meritën e madhe që Partia Socialiste nuk lëvizi asnjë moment nga graviteti i interesit kombëtar, çka përbën sot e gjithë ditën një tabu për PS-n dhe e bën PS-n krenare për qenien e saj, një zëdhënëse, një mbrojtëse
dhe një promotore e palëkundur e interesave madhore të vendit dhe të kombit shqiptar. Ndër ata që e nderuan kryetarin ton me fjalë të mëdha pas vdekjes, ishin dhe ata që e ngritën dhe ulën tradhtar. Pse takoi Slobodan Miloševićin gjatë një aktiviteti ndërkombëtar në Selanik dhe për plot të tjera që nuk ja vlejnë t'i kujtoj. Unë e kam dëgjuar prej tij bisedën me kasapin e Beogradit dhe nuk e kam idenë nëse Fatosi e ka lënë të shkruar diku. Por jo vetëm që në atë takim, në atë bisedë, nuk ka asgjë prej tradhtari, po kur një ditë të dalin si duhet në dritë, fjalët e thëna në atë takim, si dhe takimet, bisedat dhe bashkëpunimet e Fatos Nanos me patriotët e lëvizjes kombëtare për lirinë dhe drejtat e shqiptarëve në Kosovë dhe në Maqedoni, atëherë askush nuk do të mund të vërë ndyshim se kontributi patriotik i kryetarit themelues partisë son për shirimin e Kosovës dhe për nënshkrimin e marrëveshjes së Ohrit e rendit Fatos Nanon në rreshtat e nderit të historisë së Shqipërisë. Pas varrosjes partisë punës, Fatos Nano ishte kyç në kalimin e shkretirës për socialistëve dhe në bashkimin e tyre me botën demokratike. E kam kujtuar dje gëzimin e tij pas takimit po në sallën e madhe bashkëngjitur, ku lajmëroi pranimin e Partisë Socialiste në Internacionalin Socialiste si një familje idesh progresiste të kohës së re. Si dita e diplomës kjo sot më tha duke qeshur. Në krye të qeverisë vendit, atij ju desh drejtonte daljen e popullit nga shkretira e piramidave dhe rifillimin e shtetëndërtimit nga zeroja. Pas katrahurës rrafshuese të vitit 97, duke u përballur me një opozitë primitive, hakmarrëse, destruktive, deri në sulmet armatosura ndaj institucioneve dhe ndaj tij personalisht, fizikisht. Gjithsesi, kjo nuk është dita për të shkruar historinë e Fatos Nanos, po dita për t'i dhënë atij lam të mirën. I dashur Fatos, do të më mungojnë darkat e rradha miqësore, komunikimi ynë si mes shoferit të turnit parë me shoferin e turnit dytë për të njëjtën makinë, ku e kuptonim njëri tjetrin ajër dhe ku kur ndodhte të ndanim ndonjë dilemë strategjike, këshillat e tua vinin të qëruara mirë, duke më ndihmuar shumë për të vënë pikën mbi i. Ndërkohë që kur mendoj se çfarë katër rotaku sovjetik more ti dorëzim në turin e parë, dhe çfarë mjeti më të mirë mora unë prej teje në dytin, për ta kthyer Partinë Socialiste në brandin e shpejtësisë për Shqipërinë Europiane që është sot, më vjen krejt natyrshëm të mos të them lam të mirë, po thjesht mos vdek shkur Fatos Nano.